Përshëndetje gjithëve. Siç e jeni njoftuar, sot në datën e 10/6/2026 do të shkruajmë lejen e radhës të Këshillit të Bashkisë të thirrur nga kryetari i Këshillit në zbatimin të ligjit 139/2015 për qeverisjen vendore në 3.4 me përdorjen dikte. Pika 1, miratimi i rendit të ditës. Pika 2, shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimi për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri në 6% për bllokimin ekonomik për maj 2026. Shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2026. Shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimit për njohjen e mendimet e Ministrisë së Financave mbi programin buxhetor akademik 2027-2029. Pika 5, monitorimi i zbatimit të buxhetit për 4 muajin e parë të vitit 2026. Pika 6, rendi i ditës është tërhequr në për sot. Pika 7, përmendje e qytetarëve të Bashkisë, zotit Ramazan Pastora dhe ndryshme. Si kemi në votim rendin e ditës? Kundër? Abstenimsta? Vijmë me pikën e 2, shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimit për përdorimin e fondit të kushtëzuar deri 6% për bllokimin ekonomik për muajin maj 2026. Përshëndetje të gjithëve. Për përdorimin e fondit të kushtëzuar për bllokimin ekonomik deri në 6% për muajin maj 2026. Mbi bazën e aplikimit të politikës ekonomike në sistem refuzuar përpamje meritike që kemi 15 familje të reja, të cilët propozon të trajtohet ndihmë ekonomike nga ky fond. Për muajin maj nga fondi i kushtëzuar deri në 6% kemi 123 familje përfituese. Me këtë fond mund të trajtohen familje që janë refuzuar nga sistemi për mos deklarim pagë, mos deklarim pensioni, invaliditete dhe pension, deklarim jeti dhe invaliditete dhe pensioni. Familje që trajtohen nga fondi 6% nuk mund të trajtohen me këtë fond më shumë se 3 muaj. Dhe pas 3 muajit rekomandohen të përfshihen nga sistemi i ndihmës ekonomike. Ta diskutime sa përket pikës. E hedhim në votim. Pro? Abstenim? Kundër? Nuk ka pro. Në pikën 3 të rendit të ditës, shqyrtim dhe miratimi i projekt vendimit për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2026. Përshëndetje të gjithëve. Në lidhje me projektin për shkrimtin e zbatimit të Konsillit të Ministrisë së Financave për zbatimin e buxhetit numër 2 datë 14 i parë 2026, një nevoja për ndryshimin e buxhetit, dhe së pari kemi ndryshimin i lidhur me në zbatimin të marrëveshjes datë 2024, lidhur nga përfaqësuesi të ambasadës japoneze në Shqipëri dhe Bashkisë Plus, me objekt akordim fondi për blerje makinerie për pastrimin e kanalit zbatise të Bashkisë Plus. Në sipas këtij janë akorduar fondi për Bashkinë Plus me vlerë 6.727.550 lekë. Në vijim të saj është filluar procedura e prokurimit dhe është bërë blerja e makinës së pastrimit në vlerë 6.724.000 lekë dhe pjesë sipas kontratës, pjesa që ka tetuar nga fondi i akorduar bashkisë në vlerën 473.550 lekë i duhet kthyer ambasadës japoneze dhe për këtë arsye është futur ndryshime në buxhet. Nga zëri që ka qenë planifikuar investime në shumë që si transfer të cilat duhet i kthehet ambasadës japoneze. Ndërsa lidhur me zërat e tjerë që kanë shkuar për investimin për risimin i banesave ekzistuese komunitetet e varfërave të pafavorizuara, që është përfituar në shumë 26 milion lekë me të vëshët, nevoja për parashikimin e mbikëqyrjes, kolaudimin e oponencës për përzër, gjithashtu duhet të kryuar fondi edhe për oponencën e ndërtimit ure në shtatin 8, njësia administrative zito. Prandaj, shpërtojmë që duhet të një buxhet. Këtë fond përpër të marrë nga fondi rezervë, si dhe disa fonde të cilat nuk janë shkuar për i tani. Nuk janë të shkuar. Ka diskutime? Po e dison? Ka mundësi që të muaj si një ndryshim buxhetit. Mund parlej ndryshim buxhetit për çfarë emergjenta, për çfarë që nuk parashikohet. Por që ke për të kthyr shumë në ambasadës japoneze, pse që kemi pa mundësi me parashikuar. Jo,
Procedura është filluar gjatë muajit shkurt, nga fondi total që siç e shpjegova më parë, kanë 6 milionë 700.000 dhe këto duhet mbështuar të pjesë që kanë mbetur nuk ja kem dot në zërin e investimit siç ka qenë parashikuar, por duhet të realizojmë transfer. Oponentë teknike për projekte profesionale të diskutuar. Po, është për pjesë ka shkesa e ministrisë për fondin total që është parashikuar dhe mbas sa ka fondin. Kjo që ndërtohet 26 milion bashkë me bashkëmendësimin. Me total 54 milion. Qendror përbonin projektin kemi mundësi të parashikojmë të tjerë. Oponentë teknike për projekte To parashikohen në bazë të objekti bravo objekti në nacional që ti ke Kjo të që muaj të shimë të një gjëra që ti ka mësimi parashikuar, asnjëherë nga këto nuk është. janë shumë të parashikuar në bazë të vlerës totale të projektit. I parashikosh në buxhet qendror, pastaj janë tani do marr një ndryshim buxhetit. Në vlerë fikse nuk parashikon dot pa ditur vlerën totale të projektit. Jo, se problem për në momentin që të për do të thotë që merret fondi në vlerë që sa mund t'ja ministri ekonomik. Vlera totale e investimit, mbas asaj janë parashikuar mbikëqyrja oponentëve. Mund ta bësh para se sa shumë shkolli këtë problem. Ai parashikon deri ku parashikon. Po e nëson tjetër. Ka diskutime të tjera. Po bëri. Realisht si vetë kishte diktuar. Është tani në kërë. Nëse, por mund ta shohësh edhe me kamera ti kur komponon për këtë ardhimi i projektit për rekonstruksion e kopës i Flos. Pak në relacion kanoni, se para 2 muaj njerëz u ktheu për sfidë që kemi miratu për skompjen në vlerë. Çka ka ndodhur? Që nuk është rekonstruksion i kopës së veç. Kush është arsyeja? Po dis kanë të ishte të në kush. Dhe dyta, si e ke projekt fondi rezervë tani? Se ti, se e validi. Ka më fondë. Nëse, po të dishte mirë, të dishte ajo atje, dhe në rejës, apo vetëm firmosin tak. Edhe kam një tjetër, kam një shumë kureshtarë kjo. Thot, kujtadimi e një të morë me lapu, të shokë të kjo. Se ajo njësi administrative që fshati kërë që me tjenë Pekini, ku po bëhet kjo ura? Një urë dhe të nërë. Ku? Se një sëmejnë. A po projekti? A po tendi? Ata ju zbatimi nga të duhet deri. Jo më era deri në të zënë në të shkisë. Ka fitu dhe zbatimi? Po si boni oponent ku ka fitu zbatimi? Është për oponentë dhe do nisi zbatimi, pra. Po jo, ku kërko oponent teknike për timure. Që e ka shkujt? Pra, e ka shkujt. Ndërtim, oponent teknike për vinë ndërtim kur beton armën fshati këtë se të zgjidhë zgjidhur. është zhvilluar dhe oponenta ka fatura me këtë shumë dhe kërkoj fundit. Ku po bëhet kjo ura? E keni në fshatin ke, është kaluar edhe në mshillësh, por Çaveri. Atu vetëm mshillësh. E ka marrë shtëpi privat, vaka apo e ka marrë shtëpi? Privat, është në procedurën e ndërhyrjes. Mirë, inshallah jeni në rregull, kujdesu, në pjesë ku një të bëjë John Venture, bashkia me të duhet. Është në buxhet emergjenci me vendin e mshillit, pra ajo që Ka shumë mund shivi mirë dis. Çdo të thotë to që menaxher të makinerinë, më prit mos e janë të bëjë John Venture. Ju çoni zhavorin e firma e vet. Është marrëdhënie nga fondi emergjencës dhe si mjet është Ose ka beson mua se unë di këtë gjë. Edhe herë, gjithse e keni dhënë privatit, të ta bëj privati, s'ka mos i ndoj. Asnjë gjë. Po nëse ju i ndihmoni privatit, s'është mirë për ju, jo për mua. Mua s'm gjej asnjë gjë. Po keni, mund të pyes ty se ku veti ti duhet ta kuptosh. Se s'po jap zama më shumë sa punë. Kjo që shihni edhe për gjëni vetë, se po turpi botës, lini qendër shëndetësore të Ciprit, pa një murmaç, pa e shtruar, aty o merr, jo se punon goca ime në po thu, o burra se po e qof. Po turp, një mur ansor me apo aty, mes bukurvu qendrën, hyrin me beton. E o der betoni ajo çimentor, vjen e pa vend. Ku do? Ja bu me foto ta.
Ose jam pjesë e kësaj. Është punë të bëhet mirë. Dhe që në shëndetësore në zikë u bërë. E di e si o bërë re, për rreth 4 metame. Keni bo dhe panelet të 300 atje ju, reklamoni atje në Facebook, o zot qa bo. As një ditë nuk ka funksionu sistemi në shkollë mes në Cipri. As një ditë. Nuk funksionon fare, faktë mos e hedhin në Facebook, o përse se po bojmë kution. Boni punën, bravo e që, që thot kush, po këtur, me ca shkalla ty, ose do t'ja jamu një topograf, do t'ja masin. Yllën të me shkalla për njerëz, ati t'jum makina, o gjina. Dallore si kartarë gjitha i investim, pa që zetë, se në është da mos ashtu. Ose të në kishe t'jen kjo, po tani ty, me ty s'du bëjë. Unë jam kundra kësaj. Kundra. Fondin e zerë nuk preket tani, nuk ka shansë. Dhe gjithë të objekte që mund t'i kam të kundështu, i kini hekë tani qënot, tani që i hekë tani. Dhe që si ka mundësi kështu tani, ky projekti i këtyre banesave, rekonstruksioni banesave. Qa ka shtu projekti, o shtu preventivi, qa? Jo, ka qartë fondi nga Ministria për projekti... E keni bojë projekti, e keni bojë preventivi. është bërë preventivi. Pse se gjithë ka mrapa një preventiv, tu ta shërë në trakë. Triu të kërku. S'kom si kërkuj urdhro, janë gjithë nga mrapa preventivi, urdhro, se të shkotin gjonë qëtë mërë. Që se kuj ka fut qatin e shpitë vetë, le të ka të futë e nëma e këtësirë. Nuk këtë pjesë e ime. O si në edhe njërë, këshilë jo miratu emë, jemi këti. Tani nga mrapa e gjithë preventivi. Gjithë faktën ne që dim dy gjona, pra si që të vymë dhe inteligencë tonë, unë para ti mu është e qëj kundra, tani ju e mbrojtë, e rikëthy dhe futët, tani e hejti pra vetë. Qa nëtë që për mujnë një qërë, nuk të takot ju sinjerisht, do t'ishtë ironikë, se dhe këtë debat t'isha qërë në e bëma ta. Që dhe tëmë, ose ju vinë tu firma në tike, do ma e musë të gjithë një tendër, ma e musë të gjithë një tendër, kur vjen gërë në grasë. Jo musë të ka fundi i di shumje, i kom kujtë për shkjim. Jo nuk hecë që o gjinat, o që shumë gjinat. E mbrojtë në ta gjoja se po i mbrojtë bashkim, as kur kush, as ki fja nuk ka folë. Me mbrojtë bashkim, nuk e keqë për ju shumë së të prejtë. Mos kujtoni se e kam unë dëshirë tipi ju të vjumë. Absolutisht jo. Patëm këta njërë që tjesë që fshirë edhe qyteti klosit. Gjithë ta të përkun nga mondi asë kur nuk jama mi tha një fjallë. Ka që ka vetëm 2 fjallë tu, po s'kishin ashtë të usjetësi. Që ja kisha të rekun vetëm këtë faktin që i thamë një komisionit, se si funksionon usjetësi, edhe pasarë urdhra bullu. Pa i mor aspektet e tjera. Kjo po të mojë gjësit administrative, jo njështë funksionit. Po po t'i ku t'i bashkia, ka për t'i dhe ti. Jo për mund, ka pikë dhe biznesi tija, ndërtimi atija, që qdo të kërë të dojë. Asë një argumentim vetëm për një miratu të në qilë, biznesi miratu një kërë, qatë duhet pyrë biznesi. Biznesi ka interesën vetë, pysi pushtetë ka. Po njësë në bazë e ndoshta e zjadërës kërpej falë. Ka pushtetë të diskutim? Onder? Djojme pikën tjetër në pikën 5. Shqipim të kreatimi për vendimet për gjojnë dhe shqimet e Ministrisë Financave në programin buxhetor 2007-2009. Ministria e Financave ka qenë shpresë të 436, në cilën dërgojnë mundimin të programin buxhetor për mesin 27-29. Dëshirja Ministria e Financave e komponente. Bashkia e ka përgatitur të vërtuar redaksionin të tabelat autobus sipas sistemit të menaxhimit buxhetor për vitin 2007-2009 brenda afatit të përcaktuar në ligjin 68/2017 për financat e përgjithësisë vendore. Programi buxhetor afatmesën për periudhën 27-29 është përgatitur në SLPV. Redakcioni është përcjellë në Ministrinë e Financave është përgatitur për tutje me kërkesat sipas udhëzimit. Programi mos i lexoni që ata me materiale janë kur do të diskutojë ka. Të mund. Po, nëse njëri me materiale, nëse kemi në nevojshëm me në diskutim. Ne kemi pas para. për një. Po sa diskutojmë. Jo, analiza çfarë jo. Por jo edhe mendim, kisha unë ca komente, ose bie. Jo se lejohet. Patjetër, po.
O Silvan, prapë me këtë që drejtojmë ty, po shumë e çuditshme. Duke I pasur punën publike që I keni planifikuar dhe I reklamojnë këtë ndryshe. Unë që jam antarëshirë dhe sot nuk e di rruga që të asfaltohet, bëhet klosu atë, apo është vetëm bëhet atë. Se nuk e kuptoj. Po pak rësi ka kjo. Diku e shoh atje në Facebook moment shumë I madh për bashkinë ekonomike. Thuhet aty, investim gigant, miratohet buxheti për rrugën Klos, sistemi asfaltik rrugën Klos Preventivi edhe. Ku e shoh financimi bëhet nga bashkia Klos. Dhe çanot me këto pasqyrë të tuaja. Ose ju vazhdoni vazhdimsinë, jo ti. Të ish kryetarit. Kjo shqyrë zotin me di si funksionon Ministria e Financës e tjetë banken. Ka qësh me daqe, në recension, ose borgj, ose faliment bashki, një person duhet majnë përgjithësi. Ku e bazoj ta? Pa punë politike. Du. Do ardhën nga vurimet e veta. Viti 2025, fakti 24.490, po si që ajo këto, pra, 424 milion. Fakti du 370 milion. O kështu e jo? Ja, tani qanot, në planin vitit 2026, tu do të bosh 73.600, dy fishin e këtyre. Edhe logikisht sistemi taksave tjetë i se sa përgjith duhet ta planifikohesh. Jo moti ti të bosh kërcim trampoline. Qanot tani? Pra not, ju, po qëllit, as nuk dinit këto, pra ju, do më bashkia, as nuk dinit planifikohet, po qëllit dhe faliment bashkia. Nuk ketë drejti, zotëri, të marrësh gjithë buxhetin tanë, kur jemi të pushtet, dhe të marrësh pyjtë edhe një 3 vjet tjera. Se kështu dhe, nuk ma merr me që të dysh. Është përfshirë i Ministrisë së Financave që të lejon investimet të shtrirë. E di ka qenë dhe gonë time. E di shumë mirë. Por, çano. Jam shumë dakord. Tani vije ke kjo analiza ekonomike, fakti me 44. Po jo fakti fare, po plani 37 e ke, 2025. Dhe çon 73, nuk do. Do të thotë që ti nuk ke likuiditet. Ti je bindur. Pra ti planifikon me borxh. Planifikon drejt falimentit. Mojmë shembull tjetër, ku ke tabelën tuaj se do të thotë gjitha. Po të ndjesh kështu. Ti çfarë? Çfarë bashkia e ti se mos e merr ti. Do të shpenzime personeli. Domethënë ta duhet të jenë paga, a kështu e? Çisi do? 1.8 milion fakti 2024. 2.4 milion vitit 2025. 2.3 milion vitit 2026. Se kuptoj çano nga 1.8 2.4. Tani ashtu po pusia. Mirë si do am dakord për këtë shumë. Mund që po e çoni bashkin faliment. Inshallah e zori, kur nuk ma merr mendja. Zoti ju ruaj. Kaq. Ka diskutime të tjera? Jo. Mirë me pikën 5, monitorimit legislativ të buxhetit të kalendarit të parë. Është parashikuar edhe në të Ministrisë së Financave datë 14 i parë 2026 për zbatimin e monitorimit të buxhetit. Sektori i financës 3 herë gjatë vitit duhet të paraqesë në Këshill zbatimin e monitorimit të buxhetit. Si çdo herë të këto kemi paraqit informacion lidhur me të ardhurat e planifikuara dhe të mbledhura, si dhe shpenzimet e realizuara gjatë kësaj periudhe. Për sa I përket 4 mujorit, të ardhurat e mbledhura janë vlerën 10.485.000, që shkojnë afërsisht 12%, për sa I përket zbatimit të buxhetit qëndron në vlerën 32%, me një vlerë 219.801.000 lekë, por sa I përket përqindjeve të realizimit për 4 mujore shpenzimet për paga dhe sigurimet qëndron në nivelin 29.14%, shpenzimet operative në vlerën 9.31%, transferta 3.17%, ndihma ekonomike dhe pasia në vlerën 80.68%, si dhe investimet realizuar në vlerën 24.47%. Pra në total buxheti është realizuar në rreth 32%. Për sa I përket detyrimet të prapambetura, në total detyrimet e prapambetura për 4 mujorin janë në shumën 25
nga cilat detyrime nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë në vlerën 11.604.000, ndërsa detyrimet të bashkisë janë në vlerën 33.726.000 lekë. Për sa i përket shpenzimeve të ndara për 4 muaj sipas dy agjencive, do të thonë bashkisë dhe agjencisë, sepse agjencia e funksioneve të patransferueshme janë shpenzimet vetëm për muajin janar në shumë 15.384.000 të planifikuara si dhe të realizuara, shpenzimet për bashkisë. Ko ka në një instrument për gjithë, ka edhe t'i gërësh. Po, ka një përgjithë, sa i përket ka shërë një iniciativë, sa i përket monitorimit të buxhetit? Sektori Jo, ka punë të jam firmë për këtë sektor. Në rregull. Vijoj me pikën e fundit. Me vëmendje titull qytetar i bashkisë së zotit Ramana Bastara, është i propozuar që në muajin shkurt nga ime. E keni dokumentacionin bashkë. Ramon Zara është një resursu si parëvetet madh, jo prej figurave të vendosur të arsimit të zonë, në kushte të vështira ekonomike dhe strukturore, e komplementare të audisë të diturisë dhe një kundër analfabetizmit. Lidhje në vitin 1920, kreu studimet normale në Elbasanit, në ndjepjen e mësuesisë shqiptare, përgatoi emisionin e qartë i shërbimit të dijes në listat mungonin nësë shonti, hapi shkollën e parë në Shërbazë, në shtëpinë e tij për të përhapur dituri, për të luftuar analfabetizmin, kurse fëmijët pa asnjë lloj shpërblimi, falas në shtëpinë e tij. Fillimisht në Shërbazë dhe më pas edhe përreth zonës. Doni nga të tani jetën dhe letën e kontributit që ka dhënë në zonën e Suçit dhe Shërbazës, ju realizohet. Jo, mos ta realizohet. E hedhim në ka pjesë politika si veteranët. Si për një në një kapel, edhe janë grupë të ti. Tani në s'kem morjermi, S'ka veteran, ka një veteran. Ka një veteran, po jam në sarkazë në e hedhim në votim, që lutem? Undër? Abstenim s'ka prajsh. Abstenim? Jo, që Një kundër, porque é 3 Pode regular a